Shqipëria gjithmonë ka prodhuar talente, ne kemi pasur yje të mëdhenj të futbollit, të cilët kanë bërë histori. Sigurisht nuk kanë pasur rezultate të mira me ekipin kombëtar për shkak të rrethanave, kushtet, por gjithmonë ne kemi prodhuar kushta emra të mëdhenj që kanë shkuar me gërma të arta historinë. Ka pasur pra në tërësi shumë emra që ka prodhuar dhe vazhdon dhe të prodhon. Sot Ernest Muçi është një nga ata lojtarët të cilët po spikat në futbollin ndërkombëtar dhe është pikërisht ky lojtar që ka dalë nga kampionati shqiptar, ka qenë pjesë e Tiranës. Myrto Uzuni ka dalë nga Berati, spikati te Apolonia, pas shkoi tek Laçi dhe vazhdoi rrugtimin e tij në Europë, duke luajtur në ligën më të rëndësishme në Spanjë dhe më pas në Amerikë. Shumë emra që kanë luajtur në kampionatin tonë kanë spikatur dhe kanë treguar veten në liga të rëndësishme të Europës. Pra ka shumë lojtarë që kampionati ynë i prodhon. Problemi nuk është ky, është tek fakti që trajnerët e ekipeve tona kombëtare besojnë pak tek ta në fillim kur aktivizohen në superiore dhe kjo është një gjë që është edhe shqetësim sepse ai lojtari i njëjti është, nuk ndryshon mbas 3 muajsh kur merr një kontratë që firmos jashtë vendit, por thjesht është ky skepticizëm që ndikon.